Albina Idrizi është zë i veçantë në letërsinë bashkëkohore shqiptare. E pasionuar pas leximit që në moshë të hershme nuk e kishte menduar që një ditë do të bëhej vetë autore. Rruga e saj letrare nisi po ashtu herët, përmes poezisë, prozës dhe romanit. I di se kam dashur të lexoj, këtë e di saktësisht, po se kam dashur të shkruaj, më duket se kjo ka ardhur vetë ju ka ardhur në një mënyrë natyrshme, në natyrë spontanisht dhe pa e kuptuar as vetë se ishte një lloj komunikimi, çfarë para sa gjevash me vetveten, pastaj me lexuesin e me të tjerë. Se të leximin e kam dashur gjithmonë, kam pasur dhe vazhdoj ta kem akoma në korreshte të madhe për librin, për gjithçka të shkruar, një uri e cila më ndjek vazhdimisht dhe e cila mbetet e papërmbushur se thuaj se kur, pavarësisht librave, i mati ka dashur librat shumë, si duke nga i e kam trashëguar këtë dashurinë për librin. Mbaj mend se libri i parë që ma ka parë në dorë duke lexuar, por sa kam filluar, do thotë të lexoj, të kem një libër në dorën time, ka qenë libri Gjylisani dhe Bosani Sadiu. Kur pa i matë se isha akoma e vogël për një libër të tillë, më regjistroj në bibliotekën e qytetit dhe prej aty fillova pastaj me ato zanat, me ilustrime, me krejt për të kaluar te librat të tjerë sipas nivelit shkollor. Leximi i vazhdueshëm do ta bënte një punë më të madhe, do ta mësonte krijuesin mos mirë si të shkruat, si duhet të shprehej. Kam lexuar shumë dhe ndjej se nuk mjafton kurrë. Mbetem gjithmonë në pamjaftueshmëri. Kam lexuar si fëmijë, kam lexuar si arritur, pas luftës kam shkarkuar libra të ndryshëm botëror, sa kam mundur, si kam mundur, e ceka atë urin për të lexuar dhe një uri e cila vazhdimisht të shtohet, kur nuk të bën të ngopesh. Kam parë se kam mësuar shumë nga autorë të huaj, sidomos kam lexuar memoaret e Stephen King, pastaj Joan Didion, Enda Mot, është shkrimtarja Deni Shapiro, librin e të cilës still writing isha dashur shumë të kthehet në gjuhën shqipe, do të shërbente shumë lexuesve të ri. Libri i saj i parë titullohet Heshtje e mbarsur. Unë botova si studente në fillimet e mia, ndodha të gjitha poezi që shkruaj, pa ndonjë tematik të veçantë, pa ndonjë strukturë të veçantë. Thjesht ashtu si kam ndjerë unë. Jena atë fazën kur nuk e di as vetë çfarë të ndodh në tjetrin, nuk e kupton as vetë pse duhet të shkruar, dhe pse pikërisht një komunikim i tillë të vjen më i lehtë, të vjen ta shprehësh veten. Prandaj i ndodha dhe doja një mendim të dikujt për të cilin kisha konsiderat të veçantë, kështu që i ndodha dhe ja dërgova përmbledhjen e poezisë dhe profesorit Agin Vinica. Me gjithë nguljen time, profesori pranoi dhe pas disa ditësh ishte një telefonat të cilën unë e bëra me profesorin për mendimin e tij dhe mund të them se ajo që fjala që i tha, ndoshta profesori nuk do ta di kurrë se sa me lot në sy i kam pranuar ato fjalë, do thot me lot gëzimi, ishin shumë fjalë negative dhe shumë fjalë dhe thotë shpesgase për mua, sidomos për fillimet e mia, për librin e parë. Më pas botova librin Ëndra me Ylbexh dhe ndodhi një libër me poezi të lehta, të këndshme, për të cilin poeti për fëmijë Agin Deva, ishte redaktori i librit, i pëlqeu shumë dhe konsideroi si një çështje të veçantë në botën e fëmijëve. Pastaj botova romanin Hijet e Kullave. Ishte roman i parë, ishte një roman që ka të bëjë me temën e luftës,
nisi aty, ishin përjetimet e mia, sigurisht, ishin edhe gjithë çka kisha dëgjuar, çka kisha parë atë botë për luftën, po në një prizëm të një oficeri serb. Ai si e shihte luftën. Nuk di ta them, më kanë pyetur shumë pse pikërisht ashtu, po nuk di ta them se duhej pikërisht me një shikim të tillë ta shfaqja temën e luftës në Kosovë. Ndoshta ajo nevoja që ndjeja në atë moment për të shtyrë edhe ata të shohin fajin e tyre, të thotë krimin e tyre me sy të vet, çfarë kishin bërë në popullatën tonë. Dhe doli u prit shumë bukur. Libri pothuajse po atë vit u përkthye edhe në gjuhën rumune, në Bukuresht, nga shoqata e shqiptarëve, shoqata kulturore shqiptarëve Albanazul, në përkthim të çiftit Tabako, në përkthim në shkëlqyer që Adriana dhe Shërban Tabako. Dhe pas romanit Jetë e kullave, botova përmbledhje me poezi dashuruar në gjerë. Pas përmbledhjes së dytë tani, tashmë të dytë me poezi dashuruar në tillë, vjen përsëri romani për një mëngjes ndryshe. Në botim të lidhjes së shkrimtarëve dhe pastaj i cili gjithashtu ka të bëjë me temën e luftës dhe me migrimin në këtë rast, me detyrimin me xëbimin e shqiptarëve do të thotë jashtë, detyrimin e tyre të vendosen nëpër gjithandej nga munden, ku zënë vend, qoftë familjar, qoftë vende të panjohura për ata, familje të panjohura, dhe pas romanit vjen prapë përmbledhja me poezi trokitje të prushta, vjen me lirika, do thotë, se përmbledhje lirikash, vjen pastaj libri përmbledhja me tregime, pergamene gjallë, dhe pas tij vjen romani Përsëri Mars, të cilin e ceka më parë, që fitoi shpërblimin, thotë, çmimin vjetor. Krijimtarinë e saj e vazhdoi me 2 poema për fëmijë. Voglushi i je dhe Lakurta, që të dy bashkë ishin 2 djegmat e para që përmbledhin një jetë që nisë gjithmonë nga voglushi dhe përfundon të thotë në veçërinë, dhe një urtësi të cilën jam munduar ta shpërfaq me një fjalë të lehta në prizmen e një voglushi, si e këshillon gjyshin e tij, plakun ta shoh jetën me sytë e fëmijës, me atë që plaku do thotë veç i kishte harruar gjatë jetës kënaqësitë e vogla të jetuarit dhe të gëzuarit. Kjo ishte kryesisht tema e poemës. Pas saj vjen është poema tjetër për fëmijë radhës, është Vemja që ëndronte të vishte fustan. Është zakonisht ne kur nuk e mendojmë si ndihet një vemje, çfarë ndodh në brendin e saj, ose çfarë mund të di ajo për vetveten, dhe kjo më bëri të eksploroj pak më shumë këtë botën dhe të shkruaj për të, duke vemja që ndronte të vishte fustan, do thotë një vemje që derisa është në pupën e saj, në errësirën e saj, të mbledhur aty, na del një vemje paksa më veçantë se vemjet e tjera që vazhdimisht ndron të vesh fustan. Nuk e din si vjen, nuk e din pse, nuk ka parë kurrë ndoshta një fustan, po megjithatë i gëzohet një fustani laraman, ngjyrave, dritës, dhe ajo vazhdimisht do thotë ndron sa është në pupën e saj. Dhe i trazon edhe vemjet e tjera, të cilat duan të flenë, të cilat e din se gjithçka ka përfunduar aty përderisa janë në pupat e tyre, se nuk e din çka do të ndodhë dhe nuk mirën me një ardhmëri të cilën nuk e din asnjëherë, por vemja vazhdon të këndoj, vazhdon të ëndrroj,
Dhe në fund, pas një kohe, asaj vetëm i del një krah, ashtu si një fustan, laraman, i bukur, me ngjyra, dhe vëmjet e tjera e shohin, dhe e kuptojnë se me gjithat ja vlen të ndrosh, ja vlen të shpresosh, se një ditë realizohet edhe ajo. Libri me titull Bulevardi i fjalëve është i përkthyer në gjuhën rumune. Është përmbledhje poezive, përkthyer në të dy gjuhët. Është edhe Orbita e fjalës, gjithashtu është një përmbledhje me poezi e përkthyer në 3 gjuhë, greke, italiane dhe frëngjë. Dhe vjen, kam shkruar këtu edhe librin, është një përmbledhje, një antologji e tregimeve, kryesisht në një konkurs ballkanik në gjuhët e Ballkanit, nga të gjitha vendet të rajonit, marrin pjesë në stadione, kanë të ndikojnë 470 punime, mes të cilave janë zgjedhur 20 ca, është botuar dhe mes tyre ka qenë edhe tregimi në Shurdhën Memecia. Shurdhën Memecia është një tregim të cilin e kam përjetuar vetëm, ta them gjatë kushtet, kam gjatë bombardimeve, unë binda vajza. Ishte 27 mars, kur u bombardua Gjilani dhe unë isha operuar në lindjen e vajzës. Aty pastaj ato përjetime që ndan bresa tek unë, u mundova me një tregim të shkurt, në librin Shurdhën Memecia i tregoj. Ishte tregimi që u pëlqeu dhe unë shkruaj për të këmbëruar. Romani i saj i fundit titullohet Palltoja e të munguarit. Romani ka të bëjë po ashtu me prek temën e luftës, por me një qasje më të largët, ndoshta me sytë me kujtimet e një të rriturit, sa ishte fëmijë, si e përjeton ai dhe familja e tij e ngushtë, do thot në fakt personale si përjetohet lufta dhe mungesa e babait. Mungesa e babait në këtë rast është palltoja e babait të munguarit, një pallto e cila gjithmonë është e pranishme në jetën e kësaj familjeje, dhe romani ka bëj, do thot, me gjithçka që ndodh rreth asaj palltoje. Në një farë mënyre mund të mirret edhe si një ndërgjegje. Palltoja është një ndërgjegje e gjithë secilit prej nesh që na ndjek vazhdimisht kudo që jemi, nga të që shkojmë, po çka do që bëjmë dhe veprojmë. Dhe kjo pallto do thot i ndjek si fëmijë, i ndjek narratorin, i ndjek personazhin në fjalë, i ndjek si fëmijë gjithandej nga shkon, edhe kur është para syve të tij, po edhe kur nuk është, do thot ajo është në mendjen e tij. Dhe në bazë të pranisë së saj, ai pastaj realizon edhe cëndërton veprimet e veta. E lindur në fshatin Tërnoc të Bujanovcit, ajo shpërngullet në Gjilan në moshën 2 vjeçare. Shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në Gjilan, ndërsa Fakultetin e Filologjisë, dega letërsi dhe gjuhë shqipe në Universitetin e Prishtinës. Unë kam lindur në Tërnoc, por ende pa i mbushur 2 vitet, këto kemi kaluar në Gjilan. Kështu që nga Tërnoci kam kujtime plot, sepse kemi shkuar e kemi ardhur gjithmonë, por fëmijërinë e kam kaluar kryesisht në Gjilan. Shkrimet e para kanë qenë të botuara në Pioneri, revistën për fëmijë, për të vazhduar pastaj në periodikun e kohës. Ashtu si thash edhe më parë, nuk kisha ndonjë qëllim, ndonjë cak për të shkruar apo për të arritur, dhe sot më lehtë kam të shkruaj se sa të flas. Stimi i parë ka qenë një tregim i shkurtër në Pioner. Më pas e vazhdova me romanin Hijet e kullave. Romani është një zhanër që lidh një përkushtim më të thellë, një disiplinë më të madhe, përkushtim më të gjatë, edhe kohor, edhe
edhe në gjitha aspektet mendoj. Poezinë mendoj se shkruhet më lehtë, mund të jetë poezia më e thellë shumë, por romani kërkon një punë dhe një disiplinë më të madhe. Është kënaqësi për mua ta lexoj një poezi të mirë, po aq sa ta shkruaj një poezi që mendoj se kam arrit të shpërfaq veten në një mënyrë plotësisht të sinqertë siç e ndjej, po ashtu është edhe kënaqësi kur realizoj një roman dhe kur hy thellësisht në të, kur fitoj një botë të re, më duket se fitoj një jetë të re, më duket se shtohet edhe jeta ime përmes një bote të tërë që has në roman, personazheve, përjetimeve, ndjenjave, perceptimeve të gjitha. Çdo vepër ka një rëndësi të veçantë për Albinën, pasi secila pasqyron një periudhë caktuar të jetës dhe krijimtarisë së saj. Unë kam shtjelluar, më duhet ta përmend se është edhe tema e luftës. Është një temë së cilës një përjetim të cilit nuk kam mundur të ik, sado që kam dashur, kam menduar se me romanin e parë kam përfunduar me këtë temë, por jo, është diçka që mbetet në ty, diçka që megjithatë shpërfaqet dashje zate në çdo aspekt dhe në çdo shkrim tënd. Përditshmëria e lidhur me kuptimet e luftës, e lidhur me përjetimet e luftës, kështu deri më sot kanë qenë romanët e mia. Kam një uri të pashtershme, të pa përmbushur për librin, për të vlerësuar. Është më vonë e kupton, pavarësisht se e kam kuptuar me kohë se këtu nuk është se gjen një gral të shenjtë, po e kupton se krejt ajo është një proces ndërtimi i vetvetes, një proces formimi, përmes të cilit ti eksploron sfari veten tënde dhe reflekton edhe në shkrimet e tua. Edhe në këtë aspekt, unë duhet të them se nuk është se mund të veçoj ndonjë shkrimtar. Unë mund të them se të gjithë ndikojnë, do thotë në krejt formimin tonë, secili në mënyrë a tjetër, ndoshta të pahetueshëm. Qetësia e mëngjesëve është frymëzimi i saj për krijim. Pas ditët i kalon duke lexuar. Ndonse për të, vetmia është një hapësirë e shenjtë krijimi. Nuk është se i qëndroj strikte, mendoj se arti është shpirtëror dhe krijimtari është shpirtërore para së gjithash dhe si e tillë nuk është se mund ta vësh në korniza fitore, një rutinë ashtu të ngurtë. Unë më tepër synoj më tepër se të kap faqet për të shkruar, synoj të kap ndjenjen dhe do thotë kam dëshirë ato ta shpreh ashtu sinqerisht si duhet ta shpreh. Dhe kështu mund të them se nuk është se kam ndonjë rutinë, zakonisht mëngjesit më pëlqen të shkruaj, nëse mund të kap paradisen për të shkruar, më pëlqen që para shkrimit, zakonisht krijimtaria edhe ashtu e kërkon një vetmi, që për mua nuk është problem. Gjithmonë e kam dashur vetmin, gjithmonë e kam synuar vetmin pastaj, jam ndjer më e përmbushur kur jam vetëm, se kur jam të rrethuar dhe ndoshta dhe natyra ime që është më e tërhequr, ku di unë, ndoshta ka sjell deri tek shkrimi. Po them se para se të shkruaj më pëlqen një meditim, sepse zakonisht nuk mund të jemi edhe reaktiv edhe kreativ. Unë ashtu besoj, në të njëjtën kohë. Pikërisht për këtë na duhet vetmia, na duhet një lloj meditimi, një lloj thellimi, në atë çfarë shkruajnë në romane, për shembull, fillojnë dhe sigurisht se nuk na pëlqen të dalim pastaj nga ajo bota në të cilën kemi hyrë, klima e romanit, personazhet e romanit,
Do thotë, prandaj thash, sa më pak reaktiv në jashtë, aq më kreativ je brenda krijimtarisë tënde. Krijimtaria është proces. Nuk është diçka fiktive, nuk është diçka fikse që mund të thuash vetes se kam arrit diçka dhe aty mbes, aty do të ngel. Krijimtaria rritet, evolon, njësoj si mjedi, njësoj si gjithçka, si gjithçka tjetër. Dhe ndodh nëse ju kthejmë jo vetëm unë, kam bindjen edhe për cili do shkrimtar tjetër që vjen, sikur t'ju kthehet veprave të para, do të gjej gjithçka për të përmirësuar, gjithçka për të rregulluar. Mirë po, është puna se është një shkallë, është një nivel që pikërisht ai libër ka sjellë te tjetri sjell te tjetri. Dhe kjo është pra proces, është proces krijues. Dhe vazhdimisht jam e mbindur edhe sot, edhe libri që sapo ka dalë, tash nëse i kthehem, prap do gjej diçka për të përmirësuar, diçka për të rregulluar. Nuk jam ajo Albina që isha dje, nuk do t'jem as nesër kjo që jam sot, dhe shpresoj të jetë kështu. Çdo përjetim, qoftë ai gëzueshëm apo i dhimbshëm, ndikon në formimin e veprave të saj, duke i dhënë atyre thellësi dhe autenticitet. Vlerësimi i krijimtarisë e bën autorin të dukshëm, thot ajo. Përvoja personale, po sigurisht se ka, madje edhe kur s'duam ta pranojmë, edhe kur s'duam të themi, edhe kur se dim se ka, sepse shkrimtari bota e tij është në shkrimet e tij, rrjedh. Por megjithatë shkrimtari është një amalgam, është një konglomerat i krejt asaj çka dëgjon, çka përjeton edhe vet, po edhe çka dëgjon nga të tjerët, asaj që ndjen, asaj që sheh. Është empatia e krijuesit që e bën atë ai që është. Dhe përvoja personale këtu më kujtohet një fjalë të Flauberit, kur thotë se zonja Bovary thotë jam unë, prandaj edhe krijimet e veta, edhe krijimet e një autori, do thotë kanë të bëjnë edhe me vetë autorin. Si është një rodin dhe tekstisë se aty shoqërinë? Letërsia ka pas dhe do të ketë rol të madh, unë mendoj tek lexuesi. Është krijimtaria letrare, arti, çfarë do qoftë. Është ai që zgjon empatinë tek njeriu, duke u nisur si fëmijë dhe duke vazhduar edhe si i rritur. Dhe mendoj se ndjenjat e bën njeriu mirë. Empatia që zhvillohet tek ai për të ndjerë, për të parë, për të ndjerë edhe tjetrin, për të kuptuar më mirë, për të parë përtej asaj që shihet para syve të aty për atishon, për të hyrë më thellë se çdo sipërfaqe tjetër, mendoj se letërsia, krijimtaria do thotë e bën këtë. Unë mendoj se ka një rëndësi të madhe. Në çdo aspekt. Nuk është se na mungon krijuesit, po na mungon më tepër leximin. Kur shkruan edhe çmimet që është se i përjeton më ndryshe. Ju kënaqesh më shumë ndoshta. Kam pasur libri për Selin Mars në botën të Bozokut, fitoi çmimin Anton Pashku nga Ministria e Portugës, në qeverinë e Kosovës, për prozën më të mirë të vitit. Dhe për mua ishte një befasi e këndshme, është një gjë që të vë në dukje, se je duke bërë, se je në rrugën e tyre, je duke bërë atë që duhet të bësh. Temët u ngjajnë njerëzve. Se bie edhe njeri rrëzohet, jo gjithmonë nga vetja, jo për herë në vete. Nga njëherë shtypur prej një trungu, goditur prej një guri, ndërkombur prej një thëndë pa pritur. Bie dhe toka bëhet rrugë si dëshmi. Të ngrihet, të shkundet është revolucioni heshtjes. Me diadem prej drite poshtë tyre, prej këngë kur grisur, prej nebli të rikur gjakocur. E ngrihet nebi, pritet, jo gjithmonë nga vetja, jo për herë në vete.
nga njëherë kapur për një trungë, mbështetur për një burë, mbajtur për një krah të prisur. Me krijimtarim për fëmijë dhe të rritur, duke kaluar kufinjt kombëtar, Albina Idrizi mbetet një zë i rëndësishëm i letërsisë shqiptare bashkohore.